Për klasën e sotshme, do t'ju duhen ose do ishin shumë ndihmuese që të kishit një stik ose një blok yoga, edhe një batanie të hollë, mbas edhe një batanie më të trash nëse keni gjujt pak të ndjeshëm. Fillojmë, marrim këtë batanien e hollë, edhe mbështjellim në këtë lloj mënyrë që të mund ta vendosim poshtë kyçeve të këmbëve. E vendosim duart të preri, me gishtë më dhe mbash. E fillim të mbyllim syt. Të mbyllur fillojmë duke vënë re se ku kemi vëmendjen në këtë moment. Mbase vëmendja është tek ndonjë mendimi, një ndjesie, apo më pak më të ndërgjegjshëm për vëmendjen. Duke e gjejmë vëmendjen, e çojmë vëmendjen për një moment tek zhurmët e tingujt që na rrethojnë. Dhe tani sillim vëmendjen tek lëkura, fillim të ndjejmë lëkurën e trupit, të gjitha ndjesitë që ka. Në fund, sillim vëmendjen tek frymarrja. E fillim të ndjejmë frymarrjen natyrale. Pasi vim re që trungu në moment që marrim frymë zgjerohet, e kur nxjerrim frymë kontraktohet. E vendosim një dorë tek barku. E fillojmë të ndjejmë frymarrjen sidomos në bark. Edhe të theksojmë pak të zgjerimin e barku kur marrim frymë, dhe kontraktimin kur nxjerrim frymë. E ndjejmë edhe të pjesë e poshtme të shpina. Dhe sigurojmë që kur marrim e nxjerrim frymë, supët mbeten në vend, nuk ngrihen edhe ulen, që ndrojnë neutral. Ne sillim dorën tjetër tek zemra, tek krahërori. Edhe vazhdojmë të zgjerimin nga barku deri tek krahërori që të ndjejmë që dora tek zemra lëviz përpara kur marrim frymë. Dhe kur nxjerrim frymë, bie. Kontraktojmë lehtësisht barkun, pas e 50% të mundësisë që kemi për të kontraktuar barkun. Dhe vazhdojmë të marrim të nxjerrim frymë. Dhe fillim të hapim syt tani, relaksojmë krahët anash. Edhe sigurojmë që barkun e kemi pak brenda në mënyrë, imagjinojmë sikur kemi një mur e mbrapa shpinës, dhe shpina gjatë gjithë lëvizjes do të mbetet aty, sikur shpina nuk mund të lëvizë nga muri imagjinar që kemi mbrapa. Do fillim të lëvizim krahët lart e poshtë duke hapur edhe mbyllur duart. Dhe në moment që ngrim krahët aq sa fillojmë të harkojmë shpinën, e mbajmë shpinën drejt, e ndalojmë edhe ecim poshtë me duart me krahët.
Marrim frymë me ngrim krahët lart. E nxjerrim frymë, ulim krahët poshtë. Vazhdojmë e të sinkronizojmë frymarrjen me lëvizjen, duke mos harkuar shpinën. Pushojmë. Tani do ngrihemi tek joint. Edhe kësaj radhë nuk vrasim mendje nëse harkojmë shpinën apo jo. Thjesht fillojmë në mënyrë të lirshme të lëvizim krahët, e ngrim lart edhe shtym poshtë. Edhe pushojmë, ulemi prap. Fillojmë prapë me ngushëllimin e parë. Hapim dhe mbyllim duart, e ngrim krahët derisa të ndjejmë që shpina do të harkohet, edhe pastaj ulim krahët edhe duart. Dhe shohim nëse mbase kemi pak më shumë hapësirë tek shpatullët kur e ngrim krahët lart. Edhe pushojmë, vendosim duart prapë tek preri. Bëjmë një frymarrje këtu, me frymë këtu. E lëshojmë duart tani në tapet. Mund të përdorim batanien poshtë gjujmëve nëse kemi gjujmë pak të ndjeshëm, ose sot ose në përgjithësi. Edhe do shkojmë në pozën e tavolinës. Duart janë poshtë supeve, gjujmë poshtë ijeve. Edhe fillojmë të harkojmë edhe të rrumbullakosim shpinën. Marrim frymë këtu, e nxjerrim frymë këtu. Bëjmë disa cat-cow, poza e macës. Edhe vime shpinën neutrale, tani punojmë pak me kyçet e duarve. Lëvizim gishtet anësh, edhe fillojmë të rrotullohemi për rreth sipër kyçeve. Në drejtimin tjetër. Edhe kthehemi në mes, tani rrotullojmë gishtet e mbrapa. Edhe bëjmë të njëjtin gjë. Edhe në drejtimin tjetër. Këto lëvizjet janë shumë të mirë edhe për të gjithë, meqense rrim në telefon tërë ditën. Dhe kthehemi prapë në mes, kësaj vendosim pjesën e sipërme të dorës në tapet. Qëndrojmë këtu nëse është mjaftueshëm intensive, ose bëjmë rreth edhe këtu. Edhe në drejtimin tjetër. Kthehemi në mes edhe fillojmë të ulemi, duke ngritur duart pak nga tapeti. Kur nxjerrim frymë, lëshojmë ballin në tapet edhe vendosim krahët e mbrapa, duart e mbrapa, të rrim në pozën e fëmijës. Dhe të zgjasim vetëm dorën e majt përpara, e mbajmë dorën e gjatë mbrapa. Dhe kur marrim frymë, e ngrihemi, tërheqim krahun e gjatë, e ngrim lart, edhe nxjerrim frymë, lëvizim mbrapa. Marrim frymë, lëvizim përpara, e nxjerrim frymë, lëvizim mbrapa, edhe një. Në kësaj radhë kur lëvizim përpara dhe krahu është lart, e ndalojmë këtu. Marrim frymë këtu, e nxjerrim frymë, zgjasim krahun e djathtë nga në majt. Marrim frymë, ngrim krahun lart, e nxjerrim frymë, zgjasim krahun, edhe një. Nxjerrim frymë, kësaj radhë lëshojmë supin edhe kokën në tapet. Ecim përpara me dorën e majt. Edhe mbase zgjasim këmbën e majt. Qëndrojmë këtu. Edhe ulim gjurin, tërheqim dorën e mbrapa. Marrim frymë, ngrim krahun e mirë.
prap në pozën e fëmijës. Kësa radhë dorë e djathtë përpara, fillim nga ana tjetër. Marrim frymë tërheqim dorën e majtë përpara, marrim frymë ngrej krahun lart, nxjerrim frymë lëvizim prapa. Ngrej krahun lart, qëndrojmë këtu. E nxjerrim frymë zgjasim nga ana tjetër. Marrim frymë ngrej krahun. E nxjerrim frymë zgjasim nga ana tjetër. Edhe një herë marrim frymë ngrej krahun lart. E nxjerrim frymë zgjasim nga ana tjetër dhe ecim përpara me dorën. E drejtojmë këmbën e djathtë. Qëndrojmë. E ndjejmë frymarrjen tek brinjët, tek shpatullat. Lëshojmë gjurin, tërheqim dorën e mbrapa, edhe ngrejmë krahun lart, e nxjerrim frymë të dy duart poshtë. Edhe që këtu ecim përpara me krahët, ulim para krahët në tapet, edhe drejtojmë këmbët e mbrapa, lëshojmë ijet në tapet, në base mbi batanie, nëse kemi të tokën shumë të fortë. E tërheqim barkun brenda, tërheqim brytën mbrapa edhe shikojmë lart. Që këtu lëshojmë ballin në tapet, hapim krahun e majt, shtymi dorën e djathtë dhe rrotullohemi nga ana e majt. Kthehemi në mes, vendosim duart sipër njëri tjetrit, balli tek duart. Dhe masazhojmë pak ballin. Lirojmë tensionin që mund të kemi tek balli sipër vetullave. Pushojmë, zgjasim krahun e djathtë kësaj radhë. Dora e majtë përpara fytyrës edhe rrotullohemi nga ana e djathtë. Streqimin të krahërori. Rrotullohemi vetëm aq sa mundemi, jo më tepër. Edhe kthehemi tek barku, dora tjetër sipër kësaj radhë, edhe masazhojmë pra ballin duke lëvizur kokën majtës djathtas. Shikojmë përpara, vendosim duart, edhe ngrihemi tek gjunjt, takojmë gishtat e këmbëve edhe fillojmë të ngrihemi në down dog. Mbase përthym gjunjt pak, rrotullojmë krahërorin. Shikojmë në fillim të tapetit, bëjmë 2 hapa ose disa. Për të arritur në fillim të tapetit, këmbët janë sagjësia e ijeve, marrim frymë, ngrihemi përgjysëm, shpatullat bashkë barku brenda. Edhe nxjerrim frymë, kapim brytët e kundërta. Lëvizim pak majtës djathtas. E tani me frymarrjen tjetër, vazhdojmë të mbajmë bryllat, edhe ngrihemi nga ana e djathtë, ngritur krahët sipër kokës. Edhe me frymë ulemi nga ana e majtë. Marrim frymë ngrihemi nga ana e djathtë. E nxjerrim frymë nga ana e majtë. Tani lëvizim në drejtimin tjetër, marrim frymë ngrihemi nga ana e majtë. E nxjerrim frymë ulemi nga ana e djathtë. Edhe një. Pushojmë këtu, lëshojmë krahët.
fillim shumë avash të ngrihemi. Ngrihemi supët, kokën, edhe hapim plumët e durve përpara. E bëjmë disa frymarrje këtu duke relaksuar supët. Hapim sy, fillim të kontraktojmë pak barkun, prapa të 50%. Kontraktojmë pak edhe vithet. Ngrim krahët lart dhe lidhim gishtet bashkë edhe vendosim duart mbrapa kokës. Hapim bryllat. Barku brenda shtrëngojmë vitet, shtyme këmbët dhe kur marrim frym, pa harkuar pjesën e poshtme të shpinës, fillim të ngrejmë zemrën edhe shikojmë lart. Ngrim krahërojmë pa harkuar të pjesën e poshtme të shpinës. Qëndrojmë për disa frymarrje këtu. Dhe me frymarrjen tjetër, marrim frym deri në maksimum, marrim. Pastaj marrim edhe pak frym, edhe nxjerrim frym shumë ngadalë këtu. Marrim frym dhe një herë. Kur nxjerrim frym, ulim mjekun te krahërori dhe lëshojmë gjithë peshën e krahëve e duarve tek koka. Dhe ndjejmë stretchimin e qafës. Pastaj tunë të lëvizim kokën pak majtës tjatës. Me frymarrjen tjetër, marrim frym derisa të ndjejmë frymarrjen midis shpatullave. Nxjerrim frym. Tani marrim frym, hapim bryllet, e ngrim krahërorin, marrim frym në maksimum. Marrim edhe pak frym. E nxjerrim frym, qëndrojmë. Edhe marrim pak frym. E nxjerrim frym, ulim mjekun te krahërori. Marrim frym deri tek hapësira midis shpatullave. E nxjerrim frym. Marrim frym, ngrim krahët lart. Nxjerrim frym, përkulemi përpara. Marrim frym, ngrihemi për gjysmë shpatull bashkë barkun brenda. Edhe nxjerrim frym, vendosim duart në tapete dhe bëjmë një hap mbrapa me këmbën e djathtë, ulim gjuhën e djathtë. Marrim frym, ngrihim krahët, lidhim gishtet bashkë, edhe një herë bëjmë këtë frymarrje këtu. Marrim frym, e ngrihim zemrën. Qëndrojmë për frymënxjerrjen. Marrim frym dhe një herë. Edhe nxjerrim frym, ulim mjekun te krahërori. Marrim frym midis shpatullave. E nxjerrim frym. Marrim frym, e ngrihim krahët lart dhe ulim dorën e majt poshtë. Mund të marrim atë jastikun ose të blokun e jogas për të mbështetur dorën nëse dora nuk arrin. Marrim frym, e ngrihim krahun e djathtë nga ana e majt. Qëndrojmë këtu. Dhe marrim frym këtu, e ndijmë zgjerimin nga ana e djathtë të trungut. Edhe nxjerrim frym, prekim bryllin tek gjuri. Marrim frym, hapemi. E nxjerrim frym, mbyllemi. Marrim frym, stretchohemi. E nxjerrim frym, rrotullohet. Edhe herës tjetër kur të arrijmë me bryllën të gjurit, qëndrojmë këtu dhe vendosim dorët bashkë në pozën e lutjes dhe qëndrojmë në twist. Marrim frym, ngrihim krahët lart, e nxjerrim frym duart poshtë, takojmë gishtet edhe bëjmë një hap në down dog pra. Gjujt këtu mund t'jetë të përthyer, nuk është e thënë që temrat arrin në takat, përthym gjujt ka pak afër barku me kofshët. Edhe shikoj përpara, bëjmë një hap përpara me këmbën e djathtë, ulim gjurin e majt, edhe fillojmë nga ana tjetër. Marrim frym, ngrim krahët lart, lidhim gishtet bashkë. Hapim krahërorin, shikojmë lart, marrim frym. E nxjerrim frym, qëndrojmë. Marrim
Marrin frymë edhe pak. E nxjerrin frymë bërkulemi përpara. Marrin frymë deri tek hapësira midis shpatullave. E nxjerrin frymë qëndrojmë. Marrin frymë ngrijmë krah lart. E nxjerrin frymë lëshojmë dorën e djathtë në tapet edhe zgjatemi bërkulemi nga ana e djathtë. Marrin frymë këtu. E nxjerrin frymë bryllit tek gjuri. Marrin frymë këtu. E nxjerrin frymë këtu. Marrin frymë këtu. E nxjerrin frymë këtu. Marrin frymë ngrijmë të dy krah lart. Edhe nxjerrin frymë, takojmë gishtet dhe bëjmë një hapje mbrapa në down dog. Edhe ulim gjojnë të tapet. Edhe vim prap në të pozën që kemi filluar klasën. Nëse doni mund të vendosni batenien poshtë kyçeve të këmbëve. Edhe vendosim duar bashkë në prayer. Mbyllim syt. Edhe bëjmë disa frymarrje. Hapim syt. Dhe sillim krahun e djathtë nga ana e majtë e kapim me krahun e majtë. Dhe ulim veshën e djathtë tek supi. Dhe fillim të rrotullojmë kyçin e dorës djathtë. Në drejtimin tjetër. Edhe sillim veshën e majtë tek supi majtë. Edhe zgjasim krahun e djathtë dhe hapim dorën sikur po themi stop. Dhe marrim frymë këtu, kur e nxjerrim frymë me butësi, do bëjmë një grusht, rrethojmë kyçin edhe ulim veshin e djathtë tek supi djathtë. Edhe fillim të alternohemi këtu. Kësaj kur marrim frymë dhe hapim dorën, prekim gishtet tek supi. Dhe vazhdojmë me këtë lëvizjen të shtuar. Edhe kësaj prekim gishtet, lëvizja e fundit rrotullojmë bryllin brenda. Edhe hapim krahun, drejtojmë krahun dhe vazhdojmë, bëjmë edhe dy. Lëvizim në mënyrë shumë të butë këtu. Edhe një të fundit. Edhe hapim krahun. Tani sillim krahun përpara, rrethojmë bryllin dhe vendosim krahun sikur në një tavolinë. Dhe rrotullojmë mjekrën pak poshtë. Akoma koka është e përkulur me veshin e majtë tek supi majtë. Po, rrotullojmë kokën që mjekrët jetë më poshtë. Edhe fillim të lëvizim kokën para mbrapa. Edhe du të ndjejmë një sërëqim të lehtë, tek qafa, tek supi nga ana e djathtë. Edhe lëvizim mjekrën përpara. Qëndrojmë këtu edhe lëvizim novullën e poshtme e majtës djathtas. Relaksojmë të gjitha lëvizjet, sjellim duar prapë në prayer, mbyllim syt. Dhe thjesht ndjejmë ndryshimin midis së dy anëve për një moment. Dhe fillim me anën tjetër. Ngrejmë krahun e majtë, sillim nga ana e djathtë, kapim me krahun e djathtë edhe ulim veshin e majtë tek supi majtë. Dhe fillim të lëvizim kyçin e majtë. Edhe ulim veshin e djathtë tek supi djathtë, hapim krahun e majtë, hapim plumën e dorës, marrim frymë këtu. Kur nxjerrim frymë me butësi, ulim veshin e majtë, bëjmë grusht edhe përthym kyçin e dorës.
kësaj radhë prekim gishtin tek supi. Edhe kësaj radhë lëvizim dhe bryllin. Këtu, dhe sjellim krahun përpara, përthym bryllin edhe vendosim krahun sikur në një tavolinë. Edhe duke mbajtur veshin e djathtë tek supi i djathtë, lëvizim vetëm mjekrën pak më poshtë. Dhe fillim të lëvizim kokën para mbrapa. Edhe lëvizim mjekrën përpara, tani do lëvizim nofullën e poshtme majtës djathtas. Pushojmë, vendosim të dyja duart në prerë, e mbyllim syt. Edhe ndjejmë të dyja anët e qafës. Tani do fillim të shtrihemi. Ka do mace ime leti, të bashkohet me ne. Dhe kemi këtë jastikun afër, ose një batania afër, sepse mund të na duhen. Dhe fillim të shtrihemi në shpinë. Dhe vendosim themrat afër vithëve. Dhe vendosim plumën e durve poshtë. Dhe qëndrojmë për një moment këtu dhe thjesht e ndjem shpinën në tapet. Ndjem shpinën në tapet. Dhe mbasi e vëmë re që ka një hapësirë të vogël midis pjesës së poshtme të shpinës edhe tapetit. Edhe fillim të kontraktojmë barkun dhe shtrëngojmë pak vithet në mënyrë që të kemi gjithë shpinën e ngjitur me tapetin, që të ndjejmë edhe pjesën e poshtme të shpinës të ngjitur me tapetin. Tani fillim të ngrim krahët sipër kokës, siç bëm në fillim, po që ishim ulur. Nëse krahët janë në ajër, mund të përdorni një batanie për t'i mbështetur, nëse nuk arrin në tokë. Edhe mbajmë këtu, e mbajmë të kontraktimin e barkut edhe kontaktin me tapetin. Edhe do fillojmë të marrim frymë me humb, nga dalë, dhe pastaj kur e nxjerrim frymë nga goja, edhe rumbullakosim buzët sikur po nxjerrim frymë me një pip. Edhe marrim frymë e ngrim ijet këtu. E nxjerrim frymë, ulim ijet, e nxjerrim frymë me gojë. E nxjerrim frymë deri në fund, derisa të mos ketë fare më ajër për të nxjerrë. Marrim frymë. Vazhdojmë edhe gjatë gjithë kohës gjithmonë petvisi është në këtë pozicion që pjesa e poshtme e shpinës prek tapetin. Edhe kësaj radhë relaksohemi. Se sillim një dorë tek barku, një tek krahërori, ose vendosim krahët ku t'jem më rahat, edhe bëjmë thjesht disa frymarrje këtu.
shtojmë këmbët. Dhe relaksojmë krahët anësh me pllëmbët e dorëve duke drejtuar lart. E që gishtat e këmbëve të bien që relaksuar janë këmbët. Dhe mbyllim syt këtu për një relaks të fundit në pozën Shavasana. Fillojmë të risjellim vëmendjen tek frymarrja. Tek lëkura. Tek zhurmët. Fillim të lëvizim gishtet, kyçet, kokën. Marrim për zgjatëmi nga duart deri te këmbët. Edhe nxjerrim për rrotullomi nga njëra anë në pozën e fetusit. Përdorim duart, ngrej vetën. Pozicionohemi këmbë e kryq. Vendosim duart në pozën e lutjes së krahërorit.